To the beat, y'all. The body rock, y'all. The legs rock, y'all. Non-stop, y'all. Ashtu se që u prendova, këto pranë me është Besart Halimi, Besart e ke kollë, sidomos me potpurin. Po mirë, si në çdo mbrëmje, si çdo kënd tash po flas për Kosovë dhe ndrohet shqiptare, gjithkund popullori ka vendin e vet dhe kjo u po edhe sonte këtu, kështu që për ato dhe unë vendosa edhe pse popullore nuk interpretoj shumë shpesh, zakonisht mbrëmjet që i mojën i këndoj këngët e mia, gjithashtu edhe bashkë me grupin Ali Band, mbrëmjet cilat i moj interpretoj këngët Minatorit, gjithashtu këngët e gjurmëve, këngët e famshme që janë në trend për Prizren, Shetej Gazetën, Mihane e shumë këngë tjera, po këso herë ata nuk patën rastin me ardhë këtu edhe bashkë me mu me më përcjell, kështu që u detyrova mi këndu këngët e mia, normal që u pritën mirë dhe mu merë mirë që publiku i dike këngët e mia, pse për që ato në fakt edhe komponua dhe jo mundu, po gjithashtu edhe këto këngë popullore i lypë, që shtash gjithë mbrëmje edhe për atë e bona për publik set edhe i këndova ato këngë. Besart, po të regoj drejtën, mu më ka rasti shumë herë me nguti live, që shto edhe vetë me Ali Bandin edhe këngët e tua tu i përformu, po asë njerë nuk më ka rasti me ngutu knu popullore dhe për që ato u konë dhe fasja e notës që kjo, që ashtu ju në që ditë edhe publiku besëm. Unë e posh se e vrejta dhe reagimin tënë, kur ja fillova me knu popullore se nuk e prite, po unë nga koha etheve kom knu muzikë, pop rock edhe kom knu këngët e Brian Adamsit, këngët e Bon Jovit, edhe tash njerës kur po më dëgjojnë me këngë ma komerciale, po që ditën pak, edhe më sët me popullore, tash kjo ka qenë një habi e madhe ndoshta për gjithë, po nuk është era e parë në këta kom bo për qef edhe shumë shpesh për atmosfere kënej. Talava nuk kënej për veti, ajo e ditë ne. Kënej këngë popullore edhe kënej qëfar do këngë tjetër e cila flen mu edhe ju pëlqen publikut edhe mu si këngëtar nuk është mënona gjitha mi kënu, kështu që edhe gjitha i kënej, disa ma mirë, disa ma pak mirë po mënona në ato temën. Ku i përmende këngët e Bon Jovit edhe Brian Adamsit, po të kalëzoj drejt që unë i kom prit që ato që pihnoj, po ma si e posh që nuk ka bendi këtu e lash. Jo, nuk ka qenë bendi sot këtu, mirë po presim se folëm edhe më herët bashkë me Zikën, ndoshta në tardhmen ka me ardhë edhe grupi edhe unë edhe kemi mojt një mbrëmje bashkë me grupin edhe mi këndu këngët e mia gjithashtu edhe këngët cilat unë i knejnë për mbrëmje edhe besoj si ka me konë një note pa arrushme për gjithë këtë. Besart, me sa e di unë përveç të festivali Qelsi Muzikor, kjo është era e parë për ty që këndojnë me një mbrëmje rinore në Gjilana, a jo me sakt? Në Gjilan po, është vërtet, është mbrëmja e parë që kom kënu me një mbrëmje në Gjilan,
ndërka që mramjet në për Prishtinë dhe rreth Kosovës po vazhdojnë për fat mirë. Jam shumë i kënaqur me këngë cilat i kombo kom arrit mi majt disa mramje dhe jam të i më majt, tash jam rreth Kosovës gjithashtu në Tetov, kam disa mramje pastaj në Shkup, në Ulqin, në fund Korrikut edhe në Dorës ka gushti kam e këndu. Tash parti u krye dhe njerëz ja ka nisë me shku, kështu që mënesh me kallëzu drejt atë pëlqej mënyra që të kam prit publiku Gjilana. Jo, sinqerisht, normal njerëz. Mos u të sa kërkosh. Jo, nuk më tuna, po në fakt u keni publik edhe publiku e zgjedh këngëtarin për cilin ka ardhur. Unë i posh disa persona, disa nga publiku që i pëlqejshin këngët e mia, po me rëndësi për mu ke që gjithë i këndejshin këngët edhe pse normal kur këndova popullore u po lirisht që gjithë fillun me vallëzu. Edhe në fakt na e kemi populli shqiptar ato që kemi ma shumë popullore, po unë edhe deri tash edhe jam mundu me gjetat mesatarën e komercializmit edhe të vlerave, kështu që jam të vazhdu me lyp aloq ato dhe besoj që jam në rrugën e duhur. Okej, Besar, ti lam pak anash mramje trinore, të kthehemi te muzika që jetoj bakove të fundit kështu për mediume. Klipin e fundit e ke realizut këngës Ti nuk më ndjen, me cilën ke marrë pjesë në Chelsea Muzikor 2010, edhe ke fitu çmimin Best Male. Ç'është po ec klipi, me këngë ke bashkëpunu për këngën, klipin? Po, videoklipi po ec shumë mirë, e tha edhe vetë kam fitu çmimin Best Male në Chelsea Muzikor, festivalin që organizon Ziko TV. Jam do shumë i kënaqur, prandaj edhe kam vendosur me realizu videoklipin asaj këngë, pasi që e kom pas që disave ju ka pëlqy fillimisht se kanë dëgjuni mos ma pak. Kështu që tash veç po dëgjohet edhe po shihet kënga me klip, edhe besoj që është ju pëlqy, po marr komente të mira, kështu që besoj që nuk më ma bojnë rrafsh edhe për një mep ju pëlqen që ashtu që shpëtojnë kënga. Po në Prishtinë që më ka ra me nejt ma shumë, po edhe në Gilan kove të fundit, është prit mire shpesh e lëshojnë për vende ndryshme, kështu që ka rëndësi për mu. Okej, kjo është albumi ma i ri Besar Talimit, që ka dollë në shitje nga produksioni Arboni. Produksioni Arboni, dizajnin e ka bo Urban Graphics, cilti falenderoj, mu po m'pëlqen për veti dizajni, jënë 8 këngë, është kënga Ti nuk më ndjen, Natës nuk i dihet, Ëndrat, Emrin, kështu që gjitha këto 4 kanë videoklipe, ndërka që pritje spik, loti par, ato qaste janë këngë të reja dhe janë dëgju ma pak nga publiku. Kështu që është një album i lezetshëm, besoj që edhe tjerve kam ju pëlqy, ajo vlen mas shumë ti nëse publiku e vlen edhe ka dëshirë me pas këtë album në shpinë e vetë. Mundet mu dok shumë e thjesht, një CD, një album. Mu për veti, më falë që për ndërprej, kjo pjesa këtu me këto dëgjuset po më pëlqen ma shumë ti kjo faza. Po, edhe mu kjo në fillim pëlqejke, mas shumë ti për tash ka fillu me më pëlqy kjo foto. Nuk e di pse kjo më pëlqen tash të kove të fundit ma shumë. Besoj që tjerve kam ju pëlqy, një album nuk është shtrejt, është 2 euro, po albumi nuk e kom bo për përfitime materiale, kurse se... Po s'fundit kërkosh nuk o të e bo për përfitime materiale, besoj. Aja tash më dihet, albumin e kom bo vetëm për mi pas 8 këngë të mijat me një album, me një CD, edhe nëse najkush prej njerëzve që unë ju pëlqej si këngëtar, ka dëshirë me ble, monët lirisht me ble në për gjitha pikat e shitjes tash nga produksioni Arboni. Okej, Besart, nëse s'kime shtu diçka për fund, veç të kisha falenderu shumë që ke gjithë ko marrë me një Ziko TV parti edhe me në ndëru njëve. Unë ju falenderoj juve për ftesën, ishte kënaqësia e jame, i përshëndes gjithë publikun e Gjilonit edhe unë me preordhe jam nga Gjiloni, kështu që i përshëndes gjithë ata dhe për një mej i du shumë gjithë ata që më dojnë edhe gjithë ata që i dëgjojnë këngët e mia. Falenderit.